Përshëndetje, tani jam live në Instagram, gjithashtu. Jemi live në YouTube së shpejti, jemi live me grupin e studentave Lotus Ocean. Së bashku kemi një temë shumë interesante, që është në fakt, do të thoja tejet interesante, dhe në fakt nuk është folur për këtë temë diku tjetër, sepse nuk e din. Nuk e din t'japën përgjigje, nuk kanë pra diturit të mjaftueshme, për sa i përket misterit të ADN-s. Okay? Ne kemi folur, në fakt, me studentë Lotus Ocean, kemi bërë tekstancat bazë, dhe ky është grupi i avancuar me qira fjalën, rregull. Kemi bërë tekstancat bazë, kemi folur pra për epigenetika, domethënë epigenetika. Përshëndetje, po. Dhe aty kemi thënë pra që shkencëtarët e viteve të fundit kanë zbuluar pra që ADN-ja është e ndryshueshme. Okay? Është e ndryshueshme. Dhe si e qysh tek, pra nuk është e kanë ecur shumë, thjesht e kanë zbuluar që ADN-ja pra mund të ndryshohet, mund të përmirësohet. ADN-n që ke pra nga lindja, nga genet, gjyshrit, stërgjyshrit, prindërit e tu. Mirënjohje? Okay, se kemi disa dhe nga komentet të Instagramit. Sigurisht, dituria pra që mësojmë tek Meditim Lotus Ocean së bashku këtu me mua të paktën, Afrodita Zaja, do të flasim sot edhe për ADN-n. Marrim në përgjithësi tema të ndryshme, gjysmëorshën afërsisht të parë do t'ja dedikojmë publikut. Dhe do diskutojmë dhe bashkë, sepse juve tashmë kemi bërë seanca bashkë, kemi vite, disa ka vite, disa ka kohë të ndryshme dhe do të bisedojmë dhe bashkë, por unë do të sqaroj. Në rregull? Mirë se erdhën dhe miq që na ndjekin nga përjashta klasës Lotus Ocean. Okay? ADN-ja. Sigurisht këtu bëhet fjalë pra dhe për diturinë vedike, domethënë çfarë thot dituria vedike, dhe që përfaqësohet nga mjeshtri i diturisë vedike, që është dhe guru ynë, pra Shan Trivedi, dhe neve do të flasim pra sigurisht dhe gjërat që kemi mësuar. Dhe në fakt unë nga ai kam mësuar këto për ADN-n. Sigurisht e kombinuar deri diku dhe me dituri të tjera që kisha përpara, por mënyra se si e ka sqaruar Piti për ADN-n është me të vërtet e jashtëzakonshme dhe unë jam shumë e impresionuar. Fjala impresionuar do thot pres, pra ka bërë një shtypje të madhe dhe ka lënë një gjurmë tek ty, në rregull? Do thot pra impresion. Bëm pak etimologjizim me fjalën për shtypje. Pra Shan Trivedi thot se, dëgjoj me kujdes, ka marrë disa shprehje të thëna nga Piti. Pra Shan Trivedi, jo vetëm nga eposi, por edhe nga biseda dhe nga gjërat e tjera, ku ai gjendet, po. Piti thot se ADN-ja jon është e lidhur drejt për së drejti përmes një rrjeti të gjerë, i cili në fakt shtrihet përtej planetit ton, deri në diellin ton, dhe në dije të tjerë, të njohur dhe si yje, si edhe sfera, dimensione të tjera. Hajde tani, kush e kuptoi këtë? Është shumë e fuqishme. Duken si fjalë të mëdha në fakt. Por okay, e themi gjërat, pastaj i bisedojmë, i diskutojmë. Pra ADN-ja nuk është diçka është shumë gjigande. Është shumë gjigande, okay? Për shembull në kohën e shamanëve kur toka ishte e tharë. Marrim shembull konkretisht. Për shembull ishte domethënë toka është tharë, nuk ka rënë shi për një kohë shumë të gjatë dhe banorët që banonin aty duan shi, duan ujë, edhe toka gjithashtu sigurisht, që të kenë ushqim për ngrënë. Nëse kërkoj pra rreshje shiu realizoj për shembull nga një shaman. Besoj të gjithë kemi dëgjuar për shaman, po, shaman,
Për shumë dhe Piti është shaman. Thoje shamani vetëm në epokën e tanishme. Apo i urti lagjës në kote e kaluara, e shkuara, pra që ishte shumë një njeri që shumë ditur dhe ishte shumë i lidhur me natyrën, me elementet e natyrës. Në rregull, dhe ai bënte një ritual ose në përgjithësi fliste, në fakt thoshte mantra ose nëpërmjet tingujve, daulles ose gjërave të tjera, edhe binte shiu pastaj. Okej, pra Shan Trivedi thot që ka 2 rrugë për të realizuar këtë gjë, domethënë për shembull si të bie shiu ose diçka për ta ndryshuar në natyrë. Rruga e parë kërkon, për shembull në ditët e sotme kemi harp, kemi avionat që bëjnë ato vizat e shëmtuara në qiell, harp, edhe këto makinerit fluturuese, domethënë artificiale, ngritjen e saj lart në re, depozitimin e kristaleve të nitratit të argjendit në mas të dur të reve, gjithçka pra është shumë e lodhshme dhe është artificiale. Kjo është mënyra e parë për të krijuar shiun. Okej? Që është artificiale, nuk është natyrale. Rruga e dytë është thjesht në qofse për shembull ky shamani ose njeriu me përdorte zemrën e vet për të bërë që rreshjet të ndodhen pra përmes një emocioni të saktë, të sinqert. Okej? Që është pra nëpërmjet ADN-s, domethënë ta aktivizosh, ta drejtosh ADN-n siç do t'i, si më thënë. Gjë që njerëzit e sot nuk e bëjnë dot, sepse nuk e kanë harruar këtë dituri që të lashtët e parë e kishin, që unë mendoj edhe pellazgët në kohët e arta e zotëronin, të paktën disa, ose më shumë. Po. Rruga e parë është pra artificial, nuk është një rrugë në kuptimin që nuk është e mirë të çon në degradimin e shpirtit. Për shembull, gjërat fallco që e bën shiun me zor, ndikon edhe në atmosferë, ndikon negativ, ndikon edhe te njerëzit, në fakt në degradimin e shpirtit. Pra, gjas me teknologjia, harp apo këto avionat që bëjnë këto vizat shëmtuar, e thash. Rruga e dytë që bën njeriu vetë me zemrën e tij e fuqizon ADN-n dhe shpirtin e tij. Kurse rruga e parë artificiale shkakton përkeqësimin e ADN-s dhe shpirtit. Rruga e dytë kërkon sigurisht, domethënë që ky njeriu që realizon këtë gjë me ADN dhe me zemrën është njeriu shumë i lidhur me natyrën, kërkon pra qëndërzimin edhe këto gjërat që ne mësojmë tek meditimi lotusosh. Dhe me gjëra fjala, të gjithë mund të vinë kur të krijojmë grupin e ri të meditimit lotusosh, mund të vinë të marrin pjesë. Dhe neve bëjmë pra mësime me tema të ndryshme, por sigurisht qëndërzimi i trupit, ushqimet e dura, e folura për nga qendra e gojës. Okej, dhe mbi ligjet hyjnore të multiversit. Nëse qeniet në këtë planet, thot Piti, nuk zgjedhin rrugën e dytë, domethënë atë natyrale, që njeriu mund ta bëjë vetë nëpërmjet emocioneve të duhura, pra drejton ADN-n e vet, Në qoftë se nuk e zgjedhin rrugën e dytë natyrale, pra ata kur nuk do të jenë vërtet të lirë nga drejtuesit apo pronarët e tyre të shpirtit, pra të sistemit ku jetojnë. Ata që ndjekin rrugën e parë do të kontrollojnë fatin e tyre madje, domethënë nuk do të jenë sklever të sistemit. Bukur? Kush po ndjek? Gjithë. Mira. Do një koment për këtë pjesën këtu? Kemi akoma. ADN-ja jonë dhe shpirti janë të lidhur me njëra tjetrën. Sigurisht apo jo? Por ADN-ja jonë vjen gene, domethënë vjen nga gjyshri, stërgjyshri, prindërit. Si lidhen këto? Pikërisht për këtë do flasim. Po, është e vërtet. Instagrami. Në këtë mënyrë, si lidhet kjo? Sigurisht, pra dituria vedike e sqaron shumë bukur. Dhe dituria vedike nuk është vetëm e indianëve, por ka qenë pra edhe në genet e tona, si më thënë, mund t'i kemi patur, por të tashmë genet e tanishme kanë harruar, sido që tjetë, neve shqiptarët sot. Pra Shan Trivedi ka thënë shumë për ADN-n.
siç u thash, dhe nëpërmjet tij unë kam kuptuar. Ai thot një shprehje shumë të bukur. E di çfarë thot? Kush e mban mend tek lumturia? Tek eposi i Piti që thot lumturia? Mbi ADN? Test. Ai thot, ta them unë? S'ka problem, e them unë se kam këtu përpara. Okej? E kam gati. ADN-ja e ndezur që kalon shpejtësinë e e dritës. dritës është lumturi. Pra, lumturia lidhet me ADN-n ton dhe lidhet dhe pra kjo është shumë shkencore, këto që po flasim sot. Në rregull, nuk është vetëm hamendje apo ç'a mendoj unë apo çfarë mendon dikush tjetër. Kjo është shkencore. Në rregull? ADN-ja e ndezur do të thotë që neve një njeri i pa lumtur e kanë ADN-n e tij të fikur. Nuk i punon mirë, nuk është i ndezur, është i çik, është një gjysmë dritë gati duke u gati duke u fikur, po është i pa fikur, sigurisht, sepse përderisa ne flasim kemi frym, ADN-ja është çdo veprim, pra ADN-ja e ndezur do të thotë e kalon shpejtësinë e dritës dhe në fakt Piti ka shumë video interesante për këtë temë, që unë fillim nuk e kuptoja, po tani domethënë kemi kuptuar çik më mirë, sigurisht se u bën vite. ADN-ja e ndezur, si ndizet ADN-ja? Pikërisht neve së bashku këtu me Studenta Lotus Ocean ne mësojmë pra si të ndezësh ADN-n. ADN-ja e njerëzve është e fikur. Do të thotë nuk ka vetëdije. Vetëdija lidhet me ADN-n tënde. Sa përqindje ADN-n ke të ndezur, aq shumë vetëdije ke. Dhe çdo veprim, si the, Beci, shpejtësinë e dritës. Tani neve futemi tek Einsteini dhe të këto. Në fakt unë kam marrë shumë mësime nga profesori Petrozhej mbi Einsteinin. dhe ai e quan, profesori Petrozhej quan vetvrasja e Einsteinit, sepse domethënë në aspektin e teorisë së tij, sepse shpejtësia e dritës dhe sot tek fizika kuantike apo jo, flasin ose deri diku kanë vërtetuar që shpejtësia e dritës kalohet. Në rregull? Kurse tek meditimi Lotus Ocean këtu e mësojmë si bëhet kjo gjë në praktik, pra nuk është vetëm teori, nuk është teorira, është gjë praktike tani. Në fakt profesor Petrozhej ka shkuar tek shtëpia e Einsteinit në Amerikë dhe e ka lexuar librat e Einsteinit dhe tha Petrozhej ka një shprehje shumë bukur që ma ka thënë mua kur isha, sepse unë kam qenë studente e tij 3 vitet e fundit të jetës së tij. Ai profesori Petrozhej tha unë e njoh Einsteinin më mirë se babi Einsteinit e njeh Einsteinin. Edhe e njeh shumë mirë gjithë teorirat e tij dhe e ka gjetur ku ka gabuar. Pra Einsteini tha që nuk ka përcjellje shpejtësia e dritës, por në fakt shpejtësia e dritës ka përcjellje, pra e kishte gabim. Tani si lidhet kjo me ADN-n? Okej? Ndihemi? Çdo veprim që neve bëjmë me trup, tani nga ana praktike, që mësojmë te meditimi Lotus Ocean këtu, nëpërmjet diturisë të mrekullueshme që unë kam marrë pra nga guru Prashant Trivedi, sepse ai është në fakt mjeshtri i ADN-s. Piti. Dhe thot që çdo veprim që ne bëjmë me trupin do të ketë efekte në shpirt nëpërmjet kujt? Nëpërmjet ADN-s. Nëpërmjet ADN-s. Çdo veprim që neve bëjmë çfarë quhet? Ylberina. Karm, pasoj. Karma, quhet karma. Krymje, karma, krye një veprim quhet pra e kry. Fjala karma kemi thënë lidhet me sanskritishtën krija dhe me shqipin kry, që do thot kry një veprim, pra karma. Për ata që nuk e dinë nga fjalën, për ata që janë, cila quhet karma e mirë. Karma e mirë quhet kur ti krye një veprim të ditur, domethënë në harmoni me ligjet hyjnore të multiversit. Atëherë quhet karma e mirë. Okej, kur thyen ligjet hyjnore të multiversit, atëherë quhet karma e keqe, do thonë vuajtje, dhimbje,
brenda sistemit, brenda ciklit të vuajtjes dhe të dhimbjes. Kurse kur ti kryen një karma të mirë, karma e mirë nuk do të thotë se do ndihmon të varfrit apo etj. Karma e mirë është vetëm kur respekton ligjet hyjnor të multiversit. Dhe për këtë, për të mësuar ligjet hyjnor të multiversit, pra e mësojmë këtu së bashku tek meditimi Lotus Ocean, apo jo? Këto ne edhe i mësojmë mantrat që janë ligjet hyjnor të multiversit dhe madje i themi dhe nga qendra e gojës, dhe ti kur i thua ato, është një gjë shumë pozitive dhe atëherë fillon ADN-ja jote të përmirësohet. Okej? Është e madhe. Është e madhe, është gjë shumë e fuqishme apo jo? Është gjë shumë e bukur. A është interesante? Shumë interesante. Saturn sot më po. Shumë Shumë. Shumë. Okej, bukur. Kur neve, pra, për shembull, meshkujt, edhe unë kam pas bërë shumë palestër, çuna për shembull që shkojnë bëjnë palestër dhe mbajnë peshat, ato metalet, muskujt, trombollakët. Për shembull, kur bëjmë palestër dhe acarojmë organet e tona të brendshme duke mbajtur hekura, atëherë ADN-ja acarohet dhe përkeqësohet, gjë që nuk të çon drejt shpirtërores, nuk e forcon shpirtin tënd, madje meshkujt që bëjnë për shembull shumë pesh ngritje, ato që egzagjerojnë e kam fjalën, nuk mund të zgjojnë dot kundalinin e tyre. Dhe nuk mund të ndezin dot ADN-n e tyre, ose nuk mund të ndezin fare forcën e jetës brenda trupit të tyre. Brenda trupit të tyre, pra, forca e jetës, ADN-ja, gjithë to energjitë lidhen me njëra tjetrën. Mantrat që ne mësojmë tek meditimi Lotus Ocean janë të vërtetat pa kohë. Që unë ja jap, domethënë, sidomos tek seancat bazë, ja japim detyrë shtëpie, nuk njihen. Mantrat në ditët e sotme nuk janë si kur punoja një flutur e bukur me qendrën e duar. Shumë mirë. Ka ndonjë kuptim, po? Çdo gjë ka një kuptim. Asgjë nuk është rastësi. Mund të ndjej energjinë tënde, aurën tënde në përgjithësi, flutura apo gjëra të tjera. Jo, mantrat quhen vetëm ata që mantrat janë, i themi në shqip, duhet thënë në gjuhë që kupton më mirë, dhe duhen thënë nga qendra e gojës, që të ketë efektin e duhur. Përndryshe nuk ka efekt të duhur. Nëse thua në një gjuhë të huaj, nuk ka efekt. Nëse thua një fjalë të huaj të shenjtë në arabisht, në sanskritisht, në turqisht, ku diun që se di fare, edhe se nuk e di tamam kuptimin e saj, nuk quhet pra mantra dhe nuk të ndikon atë në tënde si thuash. Okej? Tek libri e Piti, që është në shqip, që kam përkthyer unë në 2019, çdo kush mund ta gjejë, ai gjen te librari Sara, rruga 5 Maj në Tiranë, librari Arts, përballë maternitetit të Treni në Tiranë, mund ta gjejnë kudo. Edhe librari të tjera madje. Tek libri e Pitit gjejmë se shkrimtari, pra Prashant Trivedi, thotë se trupi është si një hark, shigjeta e të cilit është shpirti. ADN-ja në genet tona është nxitësi që e shtyn tutje shpirtin në momentin e quajtur vdekje, ashtu siç një aeroplan kërkon shpejtësi të madhe, adekuate për të marrë flutorimin. Në të njëjtën mënyrë dhe shpirti kërkon shpejtësi të madhe, adekuate, më të madhe se shpejtësia e dritës, prap këtu shkencë, për të kapërcyer matriksin e këtij plani, kështu që nëse njeriu nuk e përgatit trupin e tij, pra ADN-n e tij, eposi i Pitit quhet ADN-ja. Quhet libri. Okej? Në që eposi i Piti quhet libri. Është e përkthyer nga mua në 2019, kur ndodhi ai tërmeti i madh në Shqipëri, ka dalë libri. Libri është shumë gjigant. Është një nga librat më të fuqishëm që kam parë ndonjëherë në jetën time. Eposi. Dhe madje jo vetëm kur ta bleni, kur ta merrni, mirë është ta lexosh me z librin, dhe ajo është mantra. Libri është i mbushur me mantra. Mantra në shqip. Pra mantrat, kur i thua një shqiptar, do të thotë në shqip, që të kuptojë çfarë po thotë, të jeti vetëdijshëm,
Kur je I vetëdijshëm ti, atëherë dhe natyra, universi të përgjigjet dhe të thot bravo. Tani po fillon çik ta përmirësosh atë ADN-n tënde të që ishte shkatruar në një farë mënyrë, okay? Po, kënaqësi, Selvia? Nëse njeriu nuk e përgatit trupin ADN-n e tij për të ndezur ADN-n për këtë gjë që folëm, për të fituar shpejtësi, nuk e realizon, nuk e përgatit trupin e tij për të realizuar këtë nëpërmjet përsëritjes së mantrave apo lavdërimit të natyrës, shërbimit ndaj hyjnores më të lartë të hyjnorit, trupi I tij ka për të shkuar dëm. Vetë kuptohet njeriut do të jepet një model më I keq sa herë që trupin do ta keq përdor, sepse çdo veprim, pra karma që ne kryem, karma ndikon në ADN-n ton. Librari Sara. Librari Sara është. Okay? Ata që dëshirojnë të mësojnë më shumë mbi këto gjëra, sigurisht le të regjistrojnë te grupi I bazë I meditimit Lotusocean, falas çdo javë për të gjitha moshat. Mund të regjistrojnë në WhatsApp 00355 69 296 1149 është numri I WhatsAppit, është falas, siç po edhe tani po flasim falas apo jo. Sepse dituria hyjnore tashmë është në tokë. Madje edhe në Shqip tani nëpërmjet meditimit Lotusocean me klasat që bëjmë bashkë. Do ta mbyllim me a ka ndonjë pyetje një përpara se të themi, do të marrim një shprehje nga Piti, gjithashtu në fakt nuk është në libër, por e kam përkthyer në shqip. Po, Liberi Sara. Do ta lexojmë, në fakt neve do ta punojmë këto pastaj me grupin e avancuar të Lotusocean. Këtu jemi së bashku. Ndoshta unë këtu dukem unë, nëse dukem unë. Në këtë mënyrë, okay, në rregull. Do ta flasim pra së bashku me seancat me grupin avancuar, ushtar të dritës, dhe do të nxjerrim disa mantra në fakt nga kjo gjë, do të themi së bashku pastaj kur të mbarojmë këtu. Okay, le të lexojmë dhe një pilog shumë të bukur mbi ADN-n, që lidhet pra me ADN-n. Quhet jo më nën besimin e verbër. Tani shkenca e vërtet ka arritur atë nivel ku hynia, Zoti, Holy Grail, kush ka dëgjuar, kupa e shenjtë, janë të gjitha koncepte të mirë përcaktuara. Nuk kanë më nevojë për argumente që vërtetojnë ekzistencën e tyre. As nuk kanë ndonjë nevojë për besim të verbër. Jemi në epokën e ujorit, apo jo, nuk ka më besimi beso kështu, por është tani unë di, unë shikoj. Me gjithë të celularet që kemi në përduar, tani çdo gjë shikohet. Okay. Gjithçka mund të provohet dhe kuptohet shkencërisht. Për shembull, përmes kuptimit të qartë të ADN-s. Tani mund të thuhet se çfarë bën ADN-n të përgjigjet pozitivisht ose jo. Çdo veprim që bën ndikon në ADN-n tënde. Dhe në fakt kjo gjë është e matshme. Shkenca e fraktalitetit, madje dhe fizika kuantike, pra që merren me këtë gjë. Është e matshme. Pra veprimet e mira dhe veprimet e këqija nuk janë më çështje të mendimit dhe opinionit të dikujt pa bazë. Ligji I karmës është shumë I qartë tani. Përmes parimeve të pastra shkencore multiversale, të njëjtat rregulla vlejnë për të gjithë. Në çfarë forme është ADN-ja jote në momentin e vdekjes?
përcakton se ku shkon shpirti yt. Shpirti është energjia ngarkesa koherence fraktale. Sa fraktalitet ke, sa ke ndezur ADN-n. Nëse ke çik dritë fikur normale, nuk ka përcen. Matriksi nuk del nga matriksi, do të vi prap, do lindi prap me një trup tjetër. Nëse ADN-ja në një trup tjetër më të keq. Nëse ADN-ja nuk është në formën për të ndezur energjinë tënde në shpejtësinë më të madhe se sa të dritës, je i bllokuar në këtë dimension e thjeshtë. Janë gjëra shumë dhaja këto, në fakt, që u flasim sot, edhe është, domethënë, gjëra interesante. Atëherë, kush ka ndonjë pyetje për këtë temë? Okej, pra ADN-ja jonë dhe veprimet që ne kryejmë janë të lidhur me njëra tjetrin. Çdo gjë pra është ka një arsye. Librin e gjen në librari, ato librari që thash, e gjen në Tiranë pa problem. Edhe ata që janë në shtetin mund t'ia dërgojnë. Po. Në rregull? Mirë, nuk ka njëri pyetje. Ndale pa fjalë. Kujt i pëlqeu? Imagjinon çfarë ditorie ka piti, domethënë. Është ditori shumë e madhe, gjigande për ADN-n. Dhe ai ka bërë dhe shumë video që thuhet për ADN-ja dhe në madje dhe në Crop Circle ku ka qenë në Angli, ai ka folur, ka bërë diçka, ka folur për ADN-n diçka dhe në fakt aty është vulosur një dekoratat e gruaj gjigande, për fjalët që tha Piti, domethënë për ADN-n si shiritat e ADN-s, domethënë si të drejtë. Në fakt filmi Dune për këtë flet. Filmi Dune, kush e ka parë? Ka qenë kinema para ca muajsh. Për këtë flet, në fakt. Janë simbole që janë dhe në prallat dhe legjendat më përpara, sigurisht duhet të dish që ti interpretosh, por është me këtë lidhet. Domethënë, nuk dihet sot për ADN-n, fatkeqësisht, njerëzit e zakonshëm, madje dhe shkenca, nuk është se ka ecur shumë epigenetika. Ata thonë që mund të ndryshosh ADN-n tënde nëpërmjet fjalëve të shenjta, besimeve, fete këto. Por në fakt neve tek Metimi Lotusoshëm këtu kemi ecur më shumë, pra nuk janë vetëm fjalët e shenjta, domethënë të shkruara ku e diun nga kush, por janë fjalët që janë të vërteta në të gjitha kohrat, që quhen mantra dhe ne i mësojmë këtu tek Meditimi Lotusoshëm në shqip. Dhe i themi madje, jo vetëm duhet të mësosh, por duhet të thuash edhe nga qendra e gojës që të ketë një efekt të mirë në ADN-n tënde. Nëse nuk e mëson, nuk do ta përmirësosh ADN-n tënde, është shumë e thjeshtë. Po, në Dune më ka bërë përshtypje një shprehje kur të zgjohen të përgjumurit, pikërisht. Përgjumuri, domethënë ajo ADN-ja, drita jote është kështu duke u fik. E do thot vedia është po afër te zero, ja. Okej. Si ta ndezim ADN-n? Për këtë fola deri tani. Kush e kuptoi? Si ta ndezim ADN-n? Tani, studenta e Lotusoshën, po, Mimoza? Unë. Arta, okay? Arta pastaj Mimoza. Po. Duhet të bëjmë, duhet të flasim nga qendra e zërit, duhet çdo veprim ka një pasojë, duhet të jemi me këmbë në tokë, etanat e ketanishmja. Mantrat apo jo që kemi përbashkë, po, i mëson në meditim se si ndes, pikërisht Meditimi Lotusoshëm çfarë bëhet? Është për të përmirësuar gjendja jote fizike, domethënë trupi yt, në rregull? Trup, mendje, shpirt, për të përmirësuar shëndetin tënd fizik. Është rëndësishme Dhe për të njohja e balancuar njerëzve. mendjen dhe për të rritur shpirtin, evoluar. Si Bledar? Është edhe e rëndësishme njohja e njerëzve, domethënë që kanë nivel më të mirë se ti ose baras me ti, jo që mund ta mësojmë apo jo, po. Që mësojmë nga ata që e dinë, po pikërisht. Është më të lartë, po fiks. Pikërisht. Për shembull, një qenie e lartë dhe vjen e zëmje, vjen një qenie e lartë, hynore, okay?
vjen në tokë, vjen me trup njeriu, sigurisht ADN-ja e tij do të jetë super e ndezur, por në fakt siç është ADN-ja e Pitit, për ata që nuk e di njohin, Piti ka ADN të ndezur. Kuptohet, ai është një avatar. Do të thot ADN-ja, pra për shembull avatarët janë me ngjyrë blu. Kush edhe filmat që kemi parë avatar, kush ka parë filmin, janë me blu? Ajo tregon ADN-n, gjithashtu. Ose njerëzit me gjak blu janë princer, e keni parasysh? Si lidhen, domethënë me ADN-n, ka ADN-n të ndezur, domethënë mbi shpejtësinë e dritës. Këto gjëra sigurisht janë edhe shkencore, janë shumë shkencore. Në fakt është shkenca më e avancuar dhe e lartë, që të lashtët e dinin. Dhe parimet e pastra ti flasësh nga qendra e gojës. Po, pra, nuk ndizet ADN-ja duke hëngër mish e duke fol për budalliqe, politikan apo kujtun për gjëra. Ky filmi doli kështu. Jo, duhet flasësh parimet e pastra. Parimet e pastra janë mantrat. Mantrat i mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Prandaj bëhet meditimi lotusoshëm për të përmirësuar. Pra, vjen një qenie e lartë, që tha që ka ADN shumë, në fakt, pra, ADN-ja se si e mbajmë trupin, çfarë ushqimesh ham, çfarë fjalësh themi, ndikon ADN-n, po. Edhe këto janë veprime, karma. Okej, mirë, në qoftë se më ka ndonjë pyetje, e mbyllim dhe atëherë vazhdojmë me grupin e avancuar të meditimit lotusoshëm dhe do themi mantrat e ditës, në fakt që kanë lidhje me ADN-n. A ba një pyetje une? Po bëje, shpejt. Na që e pim dohanin për shembull, a është kar me keqe? Tani, çati bëjmë kurse lë dotën. Çdo gjëvarësi, duhani, gjërat e tjera, mund të rregullohet. Sa më shumë flasësh në qendrën e gojës, në fakt, të ikën dëshira edhe për duhan, por edhe nga ushqimet e dura. Ushqimin e me keqe ose jo, tani ka qenie të larta që e vendosim, po mirë është domethënë të hajmë ushqime sigurisht çdo gjë të shëndetshme që futem në trup. Po gjëja e para për dita që të shkon në mendje është ti po i bën dëm shëndetit tënd, pastaj për karmën mendon pak më vonë, po që gjëja primare është ti me logjikë që po i bën dëm shëndetit tënd, dhe arrin ta kuptosh kaq gjë domethënë, është e thjeshtë. Po pra, por avash ka njerëz që mund ta kenë pirë duanin. Nuk është e thjeshtë për ata që e pinë, nuk është e thjeshtë. Ata që kanë pirë 40 vjet, ku diun? Im shoqë e la për 2 muaj, domethënë direkt me një herë pa asnjë problem. Direkt për 3 ditë. Ai është burri jot, moj, prandaj. Edhe unë mishin e kom lanë për një ditë, mo kur se kom kërku, se kom dëgju. Avash, dhe cigare këtu vinë avash dhe lijen edhe nuk është problem. Në fakt neve kemi pasur dhe studenta shumë lotusoshën që kanë vite duke përsëritur pra mantra, duke u marrë me veten, e kanë lënë në fakt. Avash, kur të vi momenti, jo kështu për një shpejt. Kur e vendos. Por duke përsëritur apo jo që ti do të mirën vetes, unë jam një qenie që dua të mirën vetes, sigurisht automatikisht dhe kur të vinë ushqime qoftë ku diun, që fusim në gojë, cigare apo ushqime, do të gjëra që ham që e pranojmë, të thot pra trupi vet, ta kërkon vet që mos e pi ose kështu, vjen në mënyrë natyrale. Atëherë ADN-ja funksionon akoma më mirë. Okej, mirë, atëherë për qafime juve të Instagramit, kalofshi bukur. Neve juve të grupit WhatsAppit. Neve dorim dhe të përsërisim mantrat, sido që tjetë, ata që janë në WhatsApp dhe dëshirojnë të bashkangjiten meditimin lotusoshëm, do krijojnë një grup të ri, edhe mund të vinë pra të regjistrojnë në WhatsApp 00355 69 29 611 49. Kanë momentin tani që mund të regjistroni shfarë çdo gjë, nuk e dihet çfarë do të ndodhë. Jo gjithmonë do të jetë kështu. Ju përshëndes miq, kalofshi bukur. Kujdes me ADN-n. Okej. Publikojmë. Edhe besoj të nxjerrë në WhatsApp.